Përshëndetje të gjithëve. Ti kthejmë përgjigje këtij komenti, pas ke qesh pa nevojë. S'ke diçka interesante më i gru? Po nejse e dini vetë juve. Unë nuk e di që qeshet me nevojë apo pa nevojë. Kur të kapi qeshur, qesh robi. Kur qanë, palete qaj, unë kështë di bëj namin këtu. Me gjithata ti nuk më ndalon do të më atë qeshur. Mi jetë po të regoj diçka interesante. Ky është cavolo. Cavolo nero quhet këtu, e ke cavolo. Fati affari tuoi, i thon këtu në italisht, jeton 100 vjet, okay? Unë tani ti s'më ndalon do të më atë qeshur. More vesh apo jo? Kështu që sa ke marrë mundimin që ke shkruar gjithë të koment, më mirë ktheu nga ana tjetër edhe shiko punën tënde, okay? Unë jam e zonja të qesh, e të shkoj në punë, e të qaj, e të punoj, e të mbaj familjen, të tregoj edhe ty pazarin, okay? Hajt pra. Edhe rri e qetë se mua ti, jo ti, po asnjë në botë nuk më ndalon mua të qeshurën. Hajt pra. Ju uroj një fundjavë të këndshme të gjithë dhe ju që më doni. Miru pafshin, a ju pëlqen pazarin edhe na shkruani sa kam prishur unë këtu. Hajde tashi, e të qeshim me qikë se s'doj qajnë. Ciao, ciao!